Piramidin e NATO-s, që është niveli më i lartë i sigurisë në botë, do ta mbrojmë territorin e Tiranës me dronët e prodhimit shqiptar. Ne. Në një intervistë për Al Jazeera, kryeministri Edi Rama është shprehur duke siguruar perëndimin se Rusia nuk do të sulmojë asnjë vend evropian, madje as Shqipërinë. Sipas Ramës, çdo ide për një agresion të tillë do të ishte krejtësisht marrëzi. Rusia nuk do të sulmojë Shqipërinë dhe asnjë vend tjetër evropian. NATO është e gatshme për çdo lloj agresioni dhe nuk ka pse të ketë frikë nga askush apo nga asgjë, sepse është ushtria më e fortë në botë deri më tani, deklaroi Rama. Kryeministri shtoi se shqiptarët nuk kanë frikë dhe vendi nuk ndjen asnjë lloj presioni nga Moska, duke nënvizuar se një sulm ndaj një vendi antar të NATO-s është praktikisht i paimagjinueshëm. Por Rama nuk u ndal me kaq. Ai vuri në dukje se Bashkimi Evropian duhet të ketë një plan më të qartë për paqen në Ukrainë, duke i kujtuar BE-s se provokimet nga Rusia janë të përditshme dhe kërkojnë një qasje më të qëndrueshme diplomatike. Në margjinat e konferencës Berlin Global Dialogue, ku foli për këtë çështje, Rama la të kuptohet se ka tashmë një vizion më të gjerë për sigurinë në kontinent, një vizion që sipas toneve të tij shkon përtej kufive të Ballkanit.